Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm komenti i shkrimit të shenjtë. Jemi datën 31 maj, kjo ditë është ditë e diel, dita e Zotit, por është një ekrem të veçantë në kishën tonë ortodokse, është dita e Pendikostis, 50-vjetoria ose dita e rëshajeve. Pra, ku neve në kishë përjetojmë zbritin e Shpirtit Shenjtë mbi apostujt, 50 ditë mbasi Krishti u ngjall prej së degës, ose 10 ditë mbasi ai u ngjit në qiell. Është një ditë shumë e veçantë, një fest zotërore, prandaj duhet dhe pjesëmarrja jonë në kishë. Por në këtë ditë ne lexojmë edhe nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 2, vargu 1 deri në vargu 11. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas hetërve. Ku erdhi dita e rëshajeve, ata ishin të gjithë bashkë në një mendje të vetme në një vend. Dhe bevas nga qielli erdhi një ushqim si ajo një ere që frym furishëm dhe i mbushi të gjithë shtëpinë ku ata po rinin. Dhe atyre u dukën gjuhë si prej zjarrit, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. Kështu të gjithë u mbushën me frymë të shenjtë dhe filluan të flasin në gjura të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u jepte të shpreshin. Por në Jeruzalem banonin disa judej, njerëz të perëndishëm nga gjithë kombet nën qiell. Kur dëgjua ajo shëtim, turma mblodh dhe u hutua, sepse secili nga ata i dëgjonte të flisin në gjuhën e vet. Të gjithë habiteshin dhe mrekulloheshin dhe i thonin njëri tjetrit: "Ja, a nuk janë të gjithë Galileas këta që flasin? Si varet secili nga ne i dëgjon të flasin në gjuhën e vet amtare?" Në Part, Medët, Elamitët dhe banorët e Mesopotamisë, të Judes, të Kapadoqisë, të Pontit dhe të Azisë, të Frigjisë, të Pamfilisë, të Egjiptit dhe pjesëve tjera të Libisë përballë Kirenës dhe ne të ardhur nga Roma, Judenë dhe Prozelit, Kretas dhe Arab, i dëgjojmë të flasin për gjërat e mëdha të Perëndisë në gjuhën tonë. Pra, ky fragment që është marrë nga libri i Veprave të Apostujve përshkruan, siç e dëgjuam, zbritin e Shpirtit Shenjtë me fuqi mbi apostujt në ditën e Pendikostis, të rëshajave ose 50 vjetore. Etrit e kishës e kanë parë këtë si ditën e lindjes së kishës apostolike dhe përmbushjen e premtimit të Krishtit që i tha apostujve mu largoni nga Jeruzalemi derisa të merrni fuqi prej së larti. Por le të lexojmë vargjet dhe ta komentojmë sipas hetërve. Dhe vargun e parë na thuhet: ku erdhi dita e rëshajeve, ata që ishin të gjithë bashkë në një mendje të vetëm në një vend. Sipas shënjangu i artit, në këto vargje na thuhet uniteti i apostujve, që ishte kushti që fryma e shenjtë të zbresmi ta, ata nuk ishin të përçarë as nga krenaria, as nga egoizmi, por ishin në një lutje dhe dashuri dhe në një vend. Shën Agustini e lidh këtë me rikthimin e njerëzimit në unitetin pas përçarjes së Babilonisë, sepse dim që mëkati që kishin njerëzit në kullën e Babelit, pra dëshira e tyre për të matur me Zotin, bëri që ata të përçaheshin në ndryshimin e gjuhëve. Por këtu kemi unitetin, si do shikojmë, por gjuhën do bën bashkim në Krishtin. Sot në këto vargje mund të kuptojmë se Shpirti i Shenjtë vepron sot aty ku ka bashkim, falje, lutjet përbashkët, për ulësi dhe përçarja, egoizmi dhe krenaria e shuajnë jetën shpirtërore dhe janë të papranueshëm për Shpirtin e Shenjtë që ai të zbres. Kjo është arsye që të gjithë ato grupe në individ të cilët janë të ndarë nga kisha apostolike, ata edhe pse pretendojnë se janë kisha të Shpirtit Shenjtë ose i kanë vënë emrin vetes tyre Pendikostianë ose diçka tjetër, ata nuk e kanë Shpirtin e Shenjtë sepse ata janë të ndarë dhe të përçarë dhe nuk janë në bashkim dhe unitet me kishën katolike apostolike ortodokse. Por le të flasim edhe për vargun më poshtë, vargun 2, ku na thuhet: dhe befas nga qielli erdhi një ushqim si ajo një ere që frym furishëm dhe i mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rinin. Në këtë varg Etri shpjegojnë se era simbolizon fuqinë e padukshme të Perëndisë, pra ashtu si era është një veprim, por është i padukshëm, kështu dhe Shpirti i Shenjtë vepron, po është i padukshëm për ne. Është era tregon jetën e re shpirtërore dhe krijimin e ri. Nëse neve lexojmë në shkrimin e shenjtë në librin e Zanafit, na thuhet se Shpirti i Shenjtë vinte dhe i jep rreth botës, pra i jepte trajt botës. Po ai Shpirti i Shenjtë erdhi dhe për të ribërë njeriu dhe botën që u prish për shkak të mëkatit të njeriu. Shën Grigori Nis thotë se fryma jep jetë trupit, pra mbani mend që kur Zoti Perëndi, Ati biri me anë Shpirtit të Shenjtë krijoi njeriu, atje thotë krijoi trupin parte dhe i fryu një frymë jete. Po kështu fryma e shenjtë fryn, pra i jep jetë trupit të Krishtit, të kishës.
Sot Perëndia shpesh vepron në mënyrë që trondit zemrën, pra ardha e Perëndis nuk është diçka e zakon, por është një tronditje e njeriu, por duhet të dimë se njeriu mund të jetë i gjallë fizikisht, mund të ketë një frymë jete, por ai nuk e ka frymën e shenjtë, dhe derisa nuk e ka frymën e shenjtë, ai është shpirtërisht i vdekur. Është një lloj gjallëse biologjike, po jo një qenie njerëzore e krijuar sipas ikonës Perëndis për të bërë i ngjashëm. Njeriu bëhet i ngjashëm me Perëndin dhe përmbush atë që ka si ikonë kur ai ka shpirtin e Zotit, shpirtin e shenjtë, i cili buron nga Ati dhe dërgohet në botë nëpërmjet Birit në kish. Fryma si ndryshim të brendshëm jo vetëm emocion fetar, pra njeriu kur mbushet me shpirtin e Zotit, ai jo thjesht e shfaqet emocionalisht, siç kemi sot dhe tek heretikët, që pretendojnë se preken nga Shpirti i Shenjtë duke folur në gjuhë panjohura, në tinguj pa kuptim ose bie në tokë e gjitha. Kjo nuk është shfaqje e Shpirtit të Shenjtë, kjo është truk diabolik, por Shpirti i Shenjtë ndryshon njeriu nga brenda. Para e bind atë që të zbatoj porositë e Perëndisë dhe të jetoj sipas Krishtit. Në vargun e 3 ne lexojmë: dhe atyre dukun gjuhë si prej zjarrit, të cilat ndashin dhe zinë vend në secilin prej tyre. Në këtë varg zjarri ka disa kuptime. Zjarri duhet dim se tregon edhe Perëndin. Perëndia është një zjarr që konsumon, jo është një zjarr fizik, por Perëndia është një shpirt pa formë, pa trajt, por është paraqitet si zjarr që ndriçon, ngroh dhe djeg. Kështu dhe Shpirti i Shenjtë erdhi në formën e zjarrit, po erdhi për pastrim, për ndriçim, shprehje e dashurisë synore. Dashuria e Zotit është e zjarrt, por edhe fuqi për predikim, pra erdhi si gjuhë zjarri, gjuhë të zjarrta për të predikuar fjalën e Krishtit. Shënqëri i Jeruzalemit thotë se zjarri nuk i dogji apostujt, por i ndriçoi. Për treguar se Perëndia është zjarr, ndriçon ata që i bindën atij, por zjarr dhe që djeg në drejtsinë e tij ata që kundërshtojnë atë. Gjuhët në secilin prej tyre, pra gjuhët e zjarrit, tregojnë fryma e shenjtë i jep dhurata personale, por i bashkon të gjithë në një trup, pra që është kisha me të njëjtin mesazh, që është mesazhi i Ungjillit. Pra, krishterimi nuk është vetëm teori, po duhet një zjarr i ndezur nga Perëndia, pra zjarri i Shpirtit të Shenjtë në zemrën e besimtarit. Njeriu që nuk ka frymën e zjarrit të Perëndis, ai nuk mundet dot të bëj punë e Perëndis, por në të kundërt ai që ka frymën e zjarrit të Perëndis flet me dashuri, jeton me paqe, ndriçon të tjerët, madje sakrifikon për Zotin dhe për të tjerët. Pra e përmbush ligjin e Zotit në jetën e vet. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargun e 4, ku na thuhet: dhe kështu të gjithë u mbushën me frymë të shenjtë dhe filluan të flasin në gjura të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u jepte të shpreheshin. Në këtë varg shohim një tjetër mrekulli, një veprim binatyror të Shpirtit të Shenjtë që u ngjiti parapet në gjuhë të ndryshme të botës, jo vetëm në një gjuhë, që ishte dhe gjuha hebraike ose aramaishte që flitej në Jude, por në gjithë gjuhët, dhe këta apostujt e mësuan të ndikuar nga Shpirti i Shenjtë. Ata nuk ishin studiuar gjuhë, po flisnin gjuhë të tjera, jo gjuhë pa kuptim, sepse disa njerëz e keq interpretojnë dhe heretik, jo tinguj, jo pastirma, po gjuhë me kuptim, gjuhë të huaja, dhe ata e flisin jo duke studiuar, por ashtu si Shpirti i Shenjtë dikonte. Shënjeri Leo i Leoni thotë se fryma bashkon popujt në Krishtin. Popujt para Krishtit ishte ndarë për shkak të gjuhëve dhe këtu fillonte nga ndëshkimi në kullën e Babelit. Por tashmë gjuhët që ishin bërë si një mallkim që njeriu të ndajë që mos bashkojë në mëkat, tashmë gjuhët të gjitha përdoren për të bashkuar në Krishtin. Pra, kjo është e kundërta e kullës së Babelit që ndodhi në ditën e Pentekostis, atje si shtam gjuhët sullën ndarje, këtu gjuhët sjellin bashkim. Prandaj të gjithë gjuhët janë të bekuara, nuk ka gjuhë elitare. Në ato kohë ishin 3 gjuhë që ishin më të përdorshme, ishte hebraishtja, ishte latinishtja, ishte greqishtja, por sot ka shumë gjuhë të tjera, të cilat janë dhe të shkruara, siç u bë dhe shqipja, dhe sot e kemi Ungjillin në shqip dhe i flasim Zotit në shqip dhe i lutemi në shqip dhe në çdo gjuhë të tjerë të botës. Pra të gjithë gjuhët duhet të lavdërojnë Zotin dhe duhet të përdoren për lavdinë e Zotit. Gjuhët nuk janë vetëm idioma të flasës thjesht zemrës së tjetrit,
por të kuptosh njerëzit, të shpallësh të vërtetën me dashuri. Pra këtë e kanë qëllim gjuhët, nuk janë thjesht vetëm tinguj, por të marrë vesh në disa veprime, por ti flas në zemër tjetrit. Dhe si flet në zemër tjetrit? Kur përdor fjalët e Krishtit. Fjalët e Krishtit janë fjalë jete, dhe kur ato shoqërohen nga Shpirti i Shenjtë, hyjnë në zemër e atij që dëgjon dhe ndryshon, transformohet jeta e tjetrit. Jo thjesht nga retorika jon, por nga fjalët e Krishtit që ne i themi me gojën tonë dhe Shpirti i Shenjtë i drejton në zemrën e dikujt. Fryma e Shenjtë i bën njerëzit të komunikojnë me të vërtetën. Pra është fryma e Shenjtë ajo që hap zemrën tonë, shpirtin tonë, mendjen tonë, nosin tonë që të komunikojmë me të vërtetë. Jo thjesht trurin tonë, sepse te Zoti nuk shkojmë thjesht me trup, por shkojmë me zemër, me shpirt dhe mendje që është syri i shpirtit. Dhe këtë e bën të mundur dhe të hapur vetë prezenca e Shpirtit të Shenjtë. Po lexojmë dhe vargjet më poshtë në vargun 5 dhe 6 ku na thuhet: por në Zernem banonin disa judej, njerëz të perëndishëm nga gjithë kombet në qiell, kur dëgjuan ajo o shëtim, turmat u mblodhën dhe u tuan sepse secili nga ata i dëgjonte të flisin në gjuhën e vet. Pra, në këto vargje na tregohet se në Jeruzalem në atë kohë, sepse ishte një ditë e veçantë që judejtë festonin, ishte dita ku ata çonin frutat e para tek Perëndia, ose dita ku ata festonin marrjen e ligjit në malin Sinai. Ishte fest fetare për judejnë, por që jo vetëm judejnë që ishin të zonës, po blidhen edhe ata të diasporës. Dhe të gjithë kur dëgjuan këtë fenomen, pra këtë erën e fuqishme dhe apostujt që flisin në gjuhra të ndryshme, mesazhin e ungjillit, atëherë ata u bën kurioztar dhe u bashkuan gjithë tek shtëpia ku ishin mbledhur apostujt. Dhe kjo shtëpi ishte vendi ku Krishti bëri dhe darkën mistike. Është shtëpia e ungjillorit Marku, sipas traditës. Etrit e kishës interpretojnë këto fjalë, secili nga ata e dëgjonte në gjuhën e vet. Perëndia i flet çdo njeriu në mënyrë që ai mund ta kuptojë, në gjuhën e nënës, mund të themi. Prandaj është komplet gabim për individ ose grupe ose fe që mendojnë se Perëndia di një gjuhë dhe vetëm po ti flasësh në atë gjuhë e të kupton Perëndia, të dëgjon Perëndia, e bën për vete Perëndin. Ky është një mashtrim i madh, është një fyrje për intelektin e Perëndis, sepse i thënë Perëndis ti di vetëm këtë gjuhë, ti nuk mund të komunikosh ose nuk i kupton gjuhët e tjera. Pra kujdes kur mendojmë kështu. Ungjilli nuk është vetëm për një komb, është për të gjithë njerëzimit. Fjala e Perëndis përshtatet me aftësinë e dëgjuesit. Pra ne nuk kemi mundësi të përshtatemi Zotit, por Zoti na përshtatet ne dhe na flet në gjuhën që ne kuptojmë. Predikimi i vërtet nuk është fjalim i bukur, por fjalë që prekin zemrën në gjuhën që ne kuptojmë. Prandaj thotë apostulli Pavli, më mirë 5 fjalë që kuptohen se 10 fjalë tjera që janë pa kuptim. Kishës i kërkohej të flasin në gjuhën e kohës, në gjuhën e vendit, pa e humbur të vërtetën. Prandaj gjithmonë Kisha Ortodokse ka pasur vizionin e saj që ta përkthejë shkrimin e shenjtë në gjuhë të ndryshme. Prandaj edhe shumë shenjtor janë marrë edhe me formimin e alfabeteve të gjuhëve të pashkruara dhe kanë krijuar këto alfabet ndërçuar nga Shpirti i Shenjtë dhe i kanë bërë këto gjuhë që ishin vetëm gjuhë të folura në gjuhë të shkruara dhe i ka aftësuar që të lexohet dhe shkrimi i shenjtë, siç ndodhi edhe me shqipen tonë që është një gjuhë e shkruar me vonesë. Por le të flasim edhe për vargjet 7 edhe 8, dhe të gjitha biteshin dhe mrekulloheshin dhe i thoshin njëri tjetrit: ja, a nuk janë të gjithë Galileas këta që flasin? Dhe vaje secili nga ne i dëgjon të flasin në gjuhën e vet amtare. Në këto vargje, pra vargu 7 edhe 8, etrit e kishës interpretojnë se Galileas konsiderojnë gjithë njerëzit e thjeshtë e pa arsim të lartë. Pra apostujt vërtet vinin nga Galilea, por ata shikoheshin edhe me inferioritet, sepse ishin sipas tyre njerëz të prapambetur, ashtu siç i thonin edhe Krishtit. Por ata ishin të mësuar nga Krishti dhe të aftësuar nga Shpirti i Shenjtë, pra me një aftësi mbinatyrore. Shën Efrem Siriani thotë: Perëndia zgjidh të dobtit që turpëroj krenarët e botës. Dhe sot Perëndia nuk kërkon domosdoshmërisht njerëz me pushtet, me famë, me intelekt të madh, ai kërkon njerëz të thjeshtë, të përulur që kanë zemrën e hapur. Lum
të përurën në zemër, sepse ata do të trashëgojnë dhenë, ose si them, do të jenë pjesëtar të mbretërisë Zotit. Për kë bëhet fjalë tu? Për ata që janë të përurur në mendjen e tyre, në shpirtin e tyre, që nuk e mbajnë veten më të madh, që unë di, unë bëj. Atyre pra Perëndia u shfaqe dhe atyre Perëndia ju ka përgatitur mbretërinë e qiejve. Prandaj duhet të jemi të përurur, sepse askush nuk mund t'i afrohet Perëndisë me dituri, si thot Sokrati i madh, filozofi i madh grek, që unë di një gjë që s'di asgjë. Pra asnjë sado pretendon se di, ai është një ignorant përpara gjithë diturisë Perëndisë, dhe nuk ka një vlerë dituria ka vlerë vetëm për këtë jetë përkohshme, sepse kur shkojmë në mbretërinë e Zotit, atë do na shfaqet gjithçka dhe do marrim vesh gjithë misterin dhe do jetë përjetësia përpara, por këtu na intereson porulësia. Çfarë tha Krishti? Nuk tha mësoni nga mua që unë jam i ditur, se ai është vetë urësia dhe dituria e Perëndisë, po mësoni nga mua që jam i butë dhe i përulur nga zemra. Zoti do porulësi, mendje të përulur, prandaj ai zgjodhi peshkatar që ishin të përulur dhe pranonin mësimin e Krishtit me porulësi, dhe zemra e tyre e përulur u zbraz nga egoizmi dhe u mbush me shpirtin e shenjtë. Dhe tek ata Zoti bëri çuditëra, që me ata ai ndryshoi gjithë botën dhe erëzoi, shkatroi gjithë ato filozofi, gjithë ato dituri, gjithë ato fjalë boshe dhe retorika boshe të feve pagane. Por le të vazhdojmë dhe flasim dhe për vargjet e tjera, vargu 19 dhe 11, që janë dhe vargjet e fundit që lexojmë, me Part, me Elamit dhe banorët e Mesopotamisë, të Judesë dhe Kapadoqisë, të Pontit dhe të Azisë, të Frigjisë, të Pamfilisë, të Egjiptit dhe të pjesës së Libisë përballë Kirenës, dhe ne të ardhur nga Roma, Judein dhe Prozelit, Kretas dhe Arab, i dëgjojmë të flasin për gjërat e mëdha të Perëndisë në gjuhët tona. Pra, në këto vargje, që është, si them, dhe vargu ose vargje që na tregojnë listimin e popujve që ishin, ose diasporës jude që ishin në atë ngjarje, dhe tregon universalitetin e kishës. Pra besojmë një kishë katolike. Fjala katolike nuk do thotë siç mendojnë dikush romano-katolike, por do thotë e përboçme, universale, që përmbledh të gjithë popujt, gjithë kombet, gjithë gjuhët, gjithë racat, gjithë gjinit brenda të kishën. Nuk ka, siç thotë Apostulli Pavli, grek dhe judej, nuk ka të lirë dhe skeptë, nuk ka burr dhe grua, janë krijesë e re në Perëndi, janë një. Pra, duhet të dimë se në kish, pra, jo se gjithë gjuhët njësohen, ose gjithë gjinit njësohen, ose status njësohet, por në kish nuk ka dallime të tilla, nuk ka gjuhë elitare, popull elitar, gjini, sunduse, ose status të lartë. Jo, atje në Krishtin të gjithë ne jemi të njësoj, jemi krijesë e re. Dhe në qoftë se si them buremi në Zotin. Dhe etrit thonë se këtu është fillimi, si them, botror i kishës, pra misioni botror që Krishti u dha apostujve, shkonin në të gjithë botën, bashkimi i kombeve në Krishtin nëpërmjet ungjillit, jo në një gjuhë, por në gjuhë të ndryshme, dhe shenjë se shpëtimi është për të gjithë njerëzit, pra nuk është për një grup njerëzor. Sot kisha nuk duhet të mbyllet, sepse fatkeqësisht kapimi nga mentaliteti judeik në herë, na duket si gjuhë elitare, pra duhet të lutemi Zotin në këtë gjuhë dhe në gjuhë të tjera. Madje janë bërë dhe gabime dhe brenda institucionit kishtar, edhe në Shqipëri janë bërë gabime të tilla, por janë tejkaluar, sepse ne nuk duhet ngatrojmë gabimet e individëve ose grupeve me misionin që ka kisha. Është apostolike, dhe kisha nuk duhet të mbyllet pra në nacionalizëm, në filitizëm, në racizëm, në krenari kulturore, gjuhësore, në përjashtim të tjerëve. Të gjitha këto janë herezi brenda kishës, dënuar nga vetë kisha në një sinod në Konstantinopol, dhe kisha duhet jetë e hapur me frymë apostolike dhe me frymën e Pentikostisë. Domethënë, mesazhi i etërve për këtë pjesë është Pentikostia është lindja e kishës, aty fillon të lindet kisha, dhe këtu nuk kemi kishën si një organizëm njerëzor, por është institucioni i shpirtit shenjtë. Shpirti shenjtë qëndron, e ka themeluar dhe organizon dhe drejton kishën, dhe fryma e shenjtë transmeton njeriu pra të vërtetën, dhe e shiron njeriu nga çdo besëdni dhe frikra, i jep guxim, i jep fuqi për të jetuar sipas
porosia dhe fjalëve të Krishtit e bën një Krisht dhe duhet të kemi kujdes se Pentikostia është shenjë e unitetit. Vetëm kur ne jemi të bashkuar me Krishtin, me apostujt, me etrit, me shenjtorët, pra ne jemi vërtet kisha e Zotit. Po nëse ne jemi të ndarë, ne çfarëdo emri t'i vëmë vetes, ose grupi ton, atëherë është një kishë heretike, schizmatike, heterodokse, ku i qëndrojmë kundra shpirtit të Zotit që zbriti në ditën e Pentikostis, kur apostujt ishin në një mendje, në një lutje dhe së bashku në një vend. Kështu që mendojmë të dashur më Krishtin ta mbyll edhe bisedën për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Ju urojmë për shumë vjet Pentikosti.